Zonja dhe zotrim, motra dhe vlezër, pjesëmarrës të këtij takimi të mrekullueshëm, ju përshëndes dhe ju falenderoj për prezencën. Përshëndetje dhe falenderime për kryetarin e koalicionit Euro-Atlantik, zotin Lulzim Basha. Përshëndetje për zonjën e nderuar kandidate për deputete në Vilën dhe zotin Haklaj, kandidat për deputet. Thellësisht mirënjohës, përzemërsisht falenderues, jo vetëm për prezencën tuaj kaq masive sot në këtë sallë, por dhe për gjithçka ju keni rrugtuar në atë çka ne quajmë rrugtim herojsh, të udhëhequr nga parimet dhe nga vlerat. Absolutisht në asnjë moment nuk llogaritëm asgjë, as interesin personal dhe as interesin e familjeve tona, por u lartësuam, qëndruam, luftuam dhe sot jemi krenar që jemi kaq të bashkuar dhe jemi me njëri tjetrin, pra njëri tjetrit, një grupim individësh me vlera të larta njerëzore, intelektuale dhe politike. Së bashku kemi kaluar jo pak sfida, jo pak vështirësi, jo pak shantazhe, intimidime, por ja kemi dalë. Ja kemi dalë sepse ishim me të vërtetën. Shqipëria meriton më shumë. Ajo çfarë dua të them shkurtimisht është ajo që e reja gjithmonë do triumfojë mbi të vjetrën. Sot kemi një klasë politike e cila po mundohet me mish e me shpirt, me thoj, me këmbë e me duar, ta mbaj status quo në vet, por e kanë të kotë. Sepse ora e tyre ka mbaruar. Përpiqen me lloj marifetesh, me lloj ndryshimesh kushtetuese, me lloj ndryshimesh statuore, me lloj marrëveshjesh ditën e natën, por e kanë të kotë. Në mos funksionoshin nenet dhe statutet e partisë, në mos funksionoshin nenet e drejtësisë, funksionon neni i Perëndisë. I vjetri do t'i lejoj vendin të riut. Dhe i riu në politikën shqiptare është kryetari i koalicionit Euro-Atlantik, Lulzim Basha. Pasi këta të vjetrit, ja kanë mbyll dyert e Evropës, ja kanë mbyll dyert e Londrës, ja kanë mbyll dyert e Amerikës dhe janë hap një palë dyrë për ta, i dini gjithë. 7-313 dhe ajo dere 313-ës unë kanë punuar në ato institucione dhe aty ishte një thënie, është shumë e gjerë kur futesh, po ngushtohet shumë për të dalë. Ndaj ju lutem të nderuara zonja dhe zotëri, të rinj e të reja, të gjithë ju demokrat qendrestar që na keni shoqëruar në rrugtimin ton, ju lutem të përqafojmë terren, të përqafojmë njeriu i cili ka një formim perëndimor, ka një kulturë perëndimore, ka një qasje që e presin Bruxelli, Berlini, Bonni, Londra dhe Washingtoni. Ndaj urime dhe suksese, mbështetje totale për kryetarin e koalicionit Euro-Atlantik, për numrin 4 dhe për kandidatët e këtij koalicioni. Dhe njëherë ju falenderoj jashtëmase për gjithçka keni dhënë e keni bërë, Zoti ju bekoft ju dhe familjeve tuaja. Kam nderin dhe kënaqësinë që jap fjalën kryetarit të koalicionit Euro-Atlantik, Zoti Lulzim Basha. Faleminderit zoti kryetar, dashur mik, të nderuar zonja dhe zotëri, drejtues antar të strukturave të Degës 6, zoti antar i kryesisë dhe kandidat për deputet Azgan Haklaj, zonja Nevila Nika, mirë se ardhur, e shumë pritur në listën e kandidatëve Euro-Atlantik. Është një kënaqësi e madhe të gjendem sërish në mesin tuaj, në mesin e njerëzve që, siç e tha kryetari, i bashkojnë vlerat. Ne jemi të lidhur me njëri tjetrin përmes shumë betejave politike, nga të njëjtat vlera, nga të njëjtat bindje, nga të njëjtat parime
nga njëti besim dhe nga njëta dashuri për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kjo është një lidhje jashtëzakonisht e fortë. Është një lidhje që nuk e kuptojnë dot ata që bëjnë sikur janë të lidhur me njëri tjetrin, por në fakt rrinë me thika pas shpine, sepse gjithë secili prej tyre ka hallin e vet, interesin e vet. Dhe kështu kanë rrugtuar për këto 4 vite, duke bërë pazar me njëri tjetrin për interesat e tyre kundër interesave të shqiptarëve. Asgjë nuk i mban bashk nga ato që bashkojnë shqiptarët. Hallet e tyre nuk janë hallet e shqiptarëve. Hallet e shqiptarëve kanë burim korrupsionin. Ekonomia në rënje, çmimet në rritje, kosto jetës e papërballueshme, shumëfishimi i taksave, rënimi i shëndetësisë dhe arsimit, largimi masiv i rinisë shqiptare në veçanti dhe shqiptarëve në tërësi, janë pasojat e drejt për drejta të këtij korrupsioni të ulur këmbkyç në këto 12 vite e në veçanti në këto 4 vite të fundit. Ndaj, ishte si një shkrepse në kasht të thatë, kur shprehjes tashmë virale ju përgjigj i madh i vogël në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Matematikës korrupsionit të Edi Ramës në atë institucionin ku kryetari ynë ka shërbyer si drejtues me nder dhe dinjitet për vite me radhë, ju përgjigj çdo kush dhe tashmë i madh e i vogël e di tabelën e re të shumëzimit apo jo. 7 × 7 313. Është tabela e shumëzimit të korrupsionit. Kjo është edhe burimi i hallëve dhe problemeve të shqiptarëve. Ndaj ekonomia jonë lëngon, sepse parat o do jenë në xhepat e qytetarëve, o do jenë në xhepat e shokëve të Ramës. Sepse mirëqenia o do t'i takojë gjithë qytetarëve, ose do të grumbullohet si pasuri e palishme tek shokët e Edi Ramës. Sepse suksesi i sipërmarrjes, ose do të jetë burim i meritës, i punës ndershme, i djersës dhe investimeve të sipërmarrësve shqiptar, ose do të grabitet nga shokët e Edi Ramës. Të dyja bashk nuk rrinë, o njëra o tjetra. Këto hallet shqiptarëve nuk kanë bëjnë as pak me hallet që lidhin bashk Edi Ramën me shokët e tij, te 313 dhe disa shoqe, një pjesë rrugës e një pjesë atje, sepse hallet e tyre është si t'i shpëtojnë drejtësisë. Kjo i lidh bashkë ata. Si t'i shpëtojnë drejtësisë që të vazhdojnë të grabisin të ardhmen e shqiptarëve, të varfojnë edhe më tej ekonominë tonë, e kështu të largojnë edhe më shumë njerëz nga vendi, duke pa mundësuar jetën e qytetarëve të këtij vendi, pavarësisht prej burimeve të jashtëzakonshme njerëzore që ky vend ka, dhe burimeve edhe më të jashtëzakonshme natyrore, të cilët njerëzit tanë mund t'i vënë punë nëse dhe kur 313 të mbushet me kapacitet të plotë. Sepse korrupsioni i Edi Ramës dhe qeverisë tij dhe i atyre që e mbështesin me akte dhe me votë dhe fati shqiptarëve janë në konflikt të hapur interesi. Të dyja bashk nuk mund të vazhdojnë. Ndaj janë të lidhur nga fije të dukshme të padukshme me njëri tjetrin. Siç ne jemi të lidhur nga parimet të cilat i kemi shpallur publikisht, mbështetje totale luftës kundër korrupsionit, mbështetje totale strukturës së posaçme antikorrupsion, prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk i mbrojnë, po i çojnë prapa hekurave politikanët e korruptuar që kanë grabitur taksat dhe pasuritë e shqiptarëve. Dhe kështu, qëndrimet tona rezonojnë me qëndrimet e shumicës dërmuese të shqiptarëve. Sepse ne jemi këtu për t'i dhënë zë hallëve të shqiptarëve, për t'i përfaqësuar, për t'i mbrojtur
dhe çuar para interesat e tyre. Kjo është lidhja që na mban afër. Na ka mbajtur afër në kohë shumë të vështira, na ka mbajtur bashkë në kohë shumë të vështira, sepse nuk ka qenë për asnjë moment luftë për interesa personale. Nuk ka qenë për asnjë moment luftë për karrike personale. Dhe as për halle personale, as për dosje korrupsioni, apo të vjetrat të para 90-s, me të cilën garda vjetër politike vazhdon të mbaj peng njëri tjetrin. Pra ne nuk e fshejmë fare çfarë na lidh bashkë. Koalicionin Euroatlantik, kandidatët tanë, aktivistët tanë, drejtuesit tanë, i lidh besimi, bindja se Shqipëria meriton më shumë, se qytetarët tanë meritojnë më shumë, se me programin tonë, shpallur me 1 qershor, po thuajse 1 vit përpara, ne mund të japim zgjidhje problemeve të këtij vendi. Se me listën e hapur, ne ju japim qytetarëve atë që Edi Rama dhe lidhja e tij në opozit ja mohojnë. Mundësinë për të vendosur qytetarët me votë se kë do të dërgojnë Parlamentin e Shqipërisë. Edhe kjo është një lidhje tjetër e përbashkët e jona. Është zotimi ynë i hershëm. Ne qëndruam fort në mbështetje të vendimit gjykatës kushtetuese për të hapur listat. Ishin këta të dy, Edi Rama dhe Sali Berisha. Sali Berisha dhe Edi Rama që bashkuan votat për t'i mbyllur listat. Ta shikojmë pak pse i kanë mbyllur listat. Tham që lidhjet tona janë lidhje parimesh, bindjesh, qëndrimesh për një politik me fytyrë njerëzore, po lidhjet e tyre cilat janë. Këta që bëjnë si armiq të mëdhej në ato ekrane që i kontrollojnë. I keni parë ato ekrane që i kontrollojnë? Si i kanë mbyllur me çelës nga frika dhe ja kanë vënë dispozicion vetëm njëri tjetrit. Pse? Sepse janë pjesë e të njëjtit sistem. Janë pjesë e të njëjtave skandale. Nga inceneratorët te grabitjet me koncesione të shëndetësisë, janë pjesë e të njëjtës vjedhje dhe kërdisje që i bëhet shqiptarëve. Por do kemi kohë të flasim me emra për lidhjet e korrupsionit qeveritar me korrupsionin mediatik. Do kemi kohë. Tani të rim pak të lidhjet e tyre krahasuar me atë që na bën ne bashkë. Ne bashkë na bën dashuria për vendin. Ne bashkë na bën këmbëngulja që me 11 maj mos tjetë një lojë falso e shitur mes Edi Ramës që kërkon mandatin e 4 dhe Sali Berishës që kërkon të riciklojë rangallat e korrupsionit dhe krimit të Edi Ramës. Çfarë lidh ta bashkë? Le ta pyesim sot Sali Berishën, çfarë të lidh ty me Elvis Roshin? Me Elvis Roshin, kryetarin e bashkisë të Edi Ramës, të larguar me ligjin e dekriminalizimit për trafiqe dhe për përdhunim. Çfarë të lidh? Teksa shkon nga një qytet në tjetrin me një grusht demokratësh sypërdhe që e kanë kuptuar se duhet të jesh patru mos ta kuptosh që ky e ka shitur tashmë, e ka bërë pazarin me Edi Ramën, na jep përgjigje çfarë të lidh me Elvis Roshin. A e din, ai grusht demokratësh që i merr nga një vend tjetrin, që këdo që të votosh në listën e hapur të Tiranës, prap se prap, lista mbyllur prevalon, që ti do në parlamentin e ardhshëm me votat demokratët të çosh Elvis Roshin dhe Ilir Metën. Çfarë e lidh Sali Berishën me Ilir Metën? Sot edhe ai të 313. Pse? Për korrupsion, i akuzuar për korrupsion, për fshehje pasurie dhe për pastrim parash. Kjo është betejë e premtuar kundër Edi Ramës, të marrësh Elvis Roshin apo kushërinë e tij të parë e ta fusësh në listën e atij formacioni politik që i ke vënë një vul që prapse prap ta dha Edi Rama në shkëmbim për votën për të liruar të korruptuarit e Edi Ramës vitin e kaluar. 111 korruptuar të Edi Ramës nuk i lironte dot Edi Rama pa ja dhënë votat Sali Berisha. Këto janë lidhjet
që i mbajnë ata bashk. Janë bashk. Bashk kanë pushtetin. Bashk e kanë kryetarin e Bashkisë Shkodrës. Gjithë e din, është kryetari këtyre përbashkët. Bashk i kanë bërë dhe listat me njëri tjetrin, të paktën këtë listën paçavure me Ilir Metën e me Elvis Roshin me shok. Bashk i kanë interesat ekonomike nga mali Tiranës, mali korrupsionit, te kullat e tjera, te Selman Stërmasi, edhe aty bashkja. Bashk i kanë mediat, veçanti ato media e dini fare mirë ju, që nxjerrin një herë një fytyrë, një herë fytyrën tjetër, si dy fytyra të një monedhe. Në këtë mënyrë, bashk duan të ruajnë pushtetin e tyre, privilegjit e tyre dhe të godasin strukturën e posaçme antikorrupsion. Ky të paktën është plani i tyre. Dhe plani plot ishte që në zgjedhjet ishin vetëm këta. Pushteti i korruptuar i Edi Ramës dhe një pseudo opozit, një pazar opozit, me doktor Pazarin në krye, që bën si opozitar i madh, po sa herë që vjen momenti për interesin e tij, apo interesat e Ilir Metës, apo interesat e Edi Ramës, është i gatshëm për pazarin e radhës. Liroj të korruptuarit të mbyll listat dhe të vendos në listat e mbyllura e të hapura njerëzit e korruptuar dhe të damkosur të Edi Ramës. Çfarë i lidh këta? Këta i lidh faji i përbashkët. Këta i lidh korrupsioni i përbashkët. Këta i lidh frika dhe halli i përbashkët që kanë me drejtësinë e pavarur. Këta e duan Shqipërinë kështu, pa zgjedhje për vërteti, pa gjykatat pavarura, pa prokurorët pavarur. E shikoni si u shpëton goja kur thonë ç'është kjo punë, s'është dëgjuar të kemi parë prokurorë, të kemi dëgjuar prokuror që nuk i kontrollon askush. Ju flet sub koscienca, sepse janë mësuar me një drejtësi që e kishin në xhep. Gjërat po ndryshojnë. Dhe pa ndryshuar këto nuk mund të ketë një horizont shprese për shqiptarët. Gjërat do të ndryshojnë. Koalicioni Euroatlantik nuk është këtu, sepse bëri hesapet vogla, karrikesh dhe interesash personale. Nuk munguan ofertat për të na blerë. Dhe këtu, në këtë sallë. Për të na blerë, për të na trajtuar si ata jo vertebrorët, që i blenë për 5 aspra. Dhe që sot s'kan guxim të shohin sy as prindrit e tyre, as fëmijët e tyre, sepse kanë shitur kauzën, moralin, integritetin e përfaqësuesit publik për interesin personal. Nuk e bën dot me ne. Ndaj donin që të na eliminonin nga kjo garë, që të kishin një pseudo zgjedhje pa zgjedhje. Kështu siç janë, të dy bashk. Njëri me buf të bardh, tjetri me buf floriri. E keni parë se si e fërkon Edi Rama bufin e floririt? Keni parë si e mban aty në pjedestal? Pse e mban aty? Pse flet gjithmonë për bufin e Edi Rama kur unë e pyes ku i ke shokët? Sepse ka alibin që mos t'jap përgjigje. Unë e pyes ku i ke shokët, ai thot bufi. Unë i them 7 herë 7, 313, ai thot bufi. Unë i them pse i ke shokët aty, ai thot bufi. Unë i them ku e ke Lali Erin, ai thot bufi. Unë i them ku e ke Ilir Beqin, ai thot bufi. Unë i them ku e ke Erben Ametajn, ai thot bufi. Pse? Mos vallë gjithë ta shokët e Edi Ramës, ministra, deputet, kryebashkiak, zëvendësministra, drejtor, që kanë grabitur e zhvatur taksat e shqiptarëve. Të gjithë e bën këtë prapa shpinës së Edi Ramës? Siç pretendon ky? Sepse nëse kjo është e vërtetë, atëherë Edi Rama është më buf se bufi. Por nëse kjo s'është e vërtetë, sepse përndryshe nuk meriton të jetë as roje tek inceneratori, e jo më kryeministër, atëherë është e qartë. Për masat e problemit që Edi Rama ka, janë të patregueshme. Sepse ne gjithë e dimë që përgjegjësi për këtë gjendje, që refuzon përgjegjësinë, refuzon të jap llogarinë, është vetë kryeministri. Nuk ka se si të degenerojë një qeveri
në këtë farfeje, s'ka ndodhur në historinë e Europës. Nuk ka ndodhur nga 1912 që gjysma e kabinetit qeveritar tjetë në burg, e këtë thot një bie mira ngrihen. Pra premtimi i tij është që për çdo hajdut që mbie, do të ngrej një hajdut tjetër. Apo një mi bie, një mi tjetër ngrihet. E pra kjo është përfaq qartë kontrastin. Hendekun e thellë mes fjalëve na premton Shqipëria 2030, ku në fakt ka 12 vite që ndërton Shqipëria 313. E pra kjo është ndarja me thik, bardh e zi. Me të vërtet në këto zgjedhje vim me programin ton, me propozimet ton për nivelin e taksave dhe për rritjen e pensioneve, për ndihmën ndaj familjes shqiptare të goditur disa fish nga ekonomia, nga emigracioni, për ndihmën ndaj fermerit shqiptar, për shëndetësinë dhe për arsimin. Por gjitha këto do të ishin nuanca nëse ne nuk do të qëndronim fort si e vetmja forcë politike sot e në veçanti pas 11 majit, si e vetmja forcë politike që garanton mbështetje totale për spakun për të shkuar deri në fund pastrimit politikës shqiptare nga të korruptuarit. Kjo pra është lidhja që na ka mbajtur bashkë. Besimi, bindjet, tek parimet me cilat e nisëm të udhtim, për cilat nuk u dorëzuam, siç u dorëzuan tjerët që llogarit i bën personale dhe u shitën, e u blen si në një treg të gjës së gjallë. Jo ne. Me çdo vështirësi, me çdo stërkëmbësh, me çdo sfidë, me çdo grop që përpiqeshin ta hapnin, vetëm na forcoi vedia se rruga në cilën ndodhemi është rruga e duhur për interesat e bashkëqytetarëve tanë, është rruga e vetme për ta çuar Shqipërinë në destinin e saj si një vend me ekonomi të zhvilluar, me një të ardhmë të sigurt, si një vend antar i Bashkimit Evropian. Por, pa diskutim që kjo është një rrugë e vështirë, sepse interesat e përfshira janë interesa të mëdha. Nga njëra anë, milionat e atyre që janë mësuar të grabisin taksat e shqiptarëve. Nga ana tjetër, qindra milionat e atyre që janë mësuar të përfitojnë nga shpërdorimi dhe vjedhja pasurive publike në kurriz të qytetarëve shqiptarë, në kurriz të pronarëve shqiptarë, në kurriz të sipërmarrjes ndershme shqiptare, në kurriz të fermerit shqiptar. Dhe nga ana tjetër një sistem i tërë propagande i ndërtuar dhe i ushqyer me interesat e kësaj pakice që e trajton Shqipërinë si pajën e vet personale. Por mos të harrojmë se përballë kësaj janë interesat më të mëdha, më të fuqishme për cilat ja vlen të bësh betejë, të qëndrosh, të luftosh, siç kemi bërë, siç do të bëjmë dhe siç me ndihmën e Zotit dhe votën e shqiptarëve do të ngadhnjejmë që janë interesat e Shqipërisë, interesat e shqiptarëve. Prandaj, ndonse rruga në këto zgjedhje ka qenë, rruga për të ardhur deri në këto zgjedhje ka qenë e vështirë, ne jemi më komod se kurrë. Komoditeti buron nga fakti që ne na duhet vetëm të themi të vërtetën. Nga fakti që ne duhet të argumentojmë vetëm të vërtetën. Nga fakti që ne me një ndjesi ndjese, pra të pjesë të shkuarës, që dëmtojnë në palc interesat qytetare dhe opozitare, sot nuk jemi peng, por jemi njerëz të lirë. Të lirë, të jesh njeri i lirë, rreth parë nga frika që ka kapluar gjithë ata që duan të zhbëjnë spakun dhe që lidhin lidhjet e nëndeshme ditë e natë për të mbrojtur veten e tyre dhe miqtë e tyre nga korrupsioni. Asnjë prej nesh nuk është subjekt i spakut. Asnjë prej nesh nuk e përdor politikën, këto zgjedhje, njerëzit, fuqinë tonë, rinin tonë për të mbrojtur interesin apo hallet personale. Dhe jo me fjalë, por me vepra. Ka 1 vit e gjysmë që kemi dërguar në parlament ligjin për vettingun e politikanëve.
Të gjithë mbajment ju kanë bërë thirrje jo një herë, 10 herë, niseni vettingun nga unë, nga familja ime, nga rrethi im shoqëror. Po le t'i japim shqiptarëve transparencën e munguar në 35 vite mbi pasuritë e çdo politikani, të familjes së çdo politikani, të rrethit të tij shoqëror, të kontakteve të papërshtatshme, të kontrollit plot siç u bë me gjyqtarët dhe prokurorët. Sepse kjo e ndan shapin nga sheqeri. Tregon të vërtetën dhe jo retorikën e propagandës boshe që përdoret për të goditur në momentin e volitshëm dhe pastaj për të përqafuar atëherë ku pazaret e korrupsionit bëhen e ribëhen. Ka 1 vit e gjysmë që e mbajnë sirtar ligjin për vettingun e politikanëve. Ka 1 vit e gjysmë që mbajnë në sirtar projekt ligjin për heqjen e imunitetit parlamentarëve. Ka 1 vit e gjysmë që mbajnë në sirtar projekt ligjin për t'i ardhur në mbështetje spakut me ndihmë financiare, me burime njerëzore dhe me infrastrukturë ligjore. Kjo është diferenca. Ne flasim me vepra, ne flasim me akte, aty janë projekt ligjet dhe akti ynë i parë do të jetë sjellja e tyre në parlamentin e ri, votimi i tyre dhe dhënia e instrumentave të drejtësisë për të goditur deri në fund të gjithë të korruptuarit shqiptar. Sepse ne nuk jemi nisur thjesht dhe vetëm për të bërë kritikën e diçkaje që është kaq e zezë në përditshmërinë e shqiptarëve, në lëkurën e shqiptarëve, në xhepat e shqiptarëve, në tavolinat e shqiptarëve, në familjet e thyra ndysh nga emigracioni, saqë nuk ka nevojë për retorik. As nuk kemi këtu për të bërë retorik populiste apo premtime fantastike. Programi ynë është realist. Ekipi ynë është i vetmi ekip dinjitoz që buron nga njerëzit dhe premton politik me fytyrë njerëzore. Ne jemi këtu për hiç më pak se sa t'i japim Shqipërisë programin ton qeverisës, ekipin ton qeverisës si qeverisja e ardhshme e vendit. Ne jemi nisur për gjërat mëdha. Ju a thash, gjërat e vogla, interesat personale, intrigat personale i lan pas. Ne jemi nisur për gjërat mëdha. Këtë udhtim politik e nisëm me sakrificat mëdha, por e nisëm me objektiva të mëdha. Ndaj sot vim para shqiptarëve me programin ton, me qëndrimet tona, krejtësisht pa lëkundur, me kokën lart, me syt tek objektivi që kemi shpallur dhe me vendosmërinë për të shkuar deri në fund. Jemi nisur për gjërat mëdha për Shqipërinë dhe shqiptarët dhe do të ndërtojmë gjërat mëdha për Shqipërinë dhe shqiptarët. Gjërat mëdha kërkojnë kurajo të madhe. Dhe kurajo nuk është diçka që improvizohet nga çasti në çast. Ajo provohet siç është sprovuar për vite, për dekada nga ju, në veçanti veteranët betejave tona, drejtues, siç e kanë parë dhe më vonë përveçuar të rinjt në këtë sallë, që përfaqësojnë edhe më shumë të rinj jashtë kësaj salle. Ajo merr forma të ndryshme. Dhe të 3 kandidatët që sot janë para jush përfaqësojnë forma të ndryshme dhe të ngjashme të kësaj kurajo. Të përballjes dhëmb për dhëmb me padrejtësinë dhe me krimin, të trimërisë me fjalë dhe me vepra, të mençurisë dhe të qëndresës, po dhe të largpamësisë, të një shpirtit pamposhtur, të fortë, por dhe të bukur e artistik si Azgan Hakler. Të kurajës intelektuale, vizionare dhe virtyteve më të larta të fisnikrisë qytetare, të një profesioniste të nivelit europian, euroatlantik në fakt, të një përfaqësuese të denj të familjeve më fisnike e për këtë arsye më të goditura nga regjimi komunist, të një shpresdhënëse kronike, jo vetëm të grave, po të shqiptarëve në tërësi, dhe të një kritike të pakomprometueshme të vesit e lartësuese të vlerave qytetarisë tonë dhe të historisë tonë në Vilanika. Dhe komshi me degën tuaj, drejtues i degës
Pez Ndroq Vaqar, bir i asaj zone, bir ndër më të mirët që ajo zonë ka prodhuar, me një zemër të gjerë e të bardhë, me një sinqeritet, do të thoja, ngjitës, por mbi të gjitha provë e këtij shpirtit thellë, me një vullnet për të folur pak, por bërë shumë, me një qëndrim pa kompromis në mbështetje të bashkëshatarëve dhe bashkëqytetarëve të tij dhe në përballje me të keqen, kandidati ynë Sajmir Lika. Ndaj, sot është një ditë e veçantë. Është kulmim i një përpjekje të pareshtur të gjithë secilit për jush në veçantin këto 3 vite e gjysmë për të mos e lënë të shuhet flakën e idealeve me cilat partia jonë nisi udhëtimin në 1990-ën, ndonse sot e robruar nga ato interesa okulte dhe kriminale, të lidhura me pushtetin e korruptuar të Edi Ramës, ajo flak mbahet lart nga demokratët euroatlantik, nga koalicioni euroatlantik dhe për këtë ju shpreh mirënjohjen time më të thellë. E konkretizuar fal kësaj qendrese në një program dhe në një ekip dhe kështu për të qenë para qytetarëve me ballin lart, me zemrën e hapur dhe me përgjigje për çdo pyetje përvoluese, të cilës nuk i përgjigjen dot as Edi Rama, as ata që investojnë me dije në mbajtjen në këmbë të pushtetit të tij të korruptuar. Duke filluar nga pyetja më e rëndomt, o Rame, ku i ke shokët? Shokët i ke 313 akoma ka vend edhe për tjerë, detyra jonë është të qëndrojmë në krah drejtësisë që 313 të jetë destini përfundimtar i çdo politikanit korruptuar, ta pastrojmë politikën nga korrupsioni, ta çlirojmë ekonominë nga monopolet dhe t'i kthejmë shqiptarëve shpresën për një ekonomi të zhvilluar dhe një ardhmë të sigurt. Le ta bëjmë këtë derë më derë, duke kërkuar votën për kandidatët tanë në listë hapur. E vetmja listë hapur, ku vota jepet për kandidatin dhe shkon te kandidati, asnjë vot nuk shkon kot, të gjitha bashkë shkojnë te koalicioni euroatlantik dhe kandidatët më të votuar do të jenë përfaqësuesit e qytetarëve shqiptar në Kuvendin e Shqipërisë. Fushata nis zyrtarisht javën e ardhshme, ky është ndër prezantimet e fundit që ne bëjmë, e kemi nisur me vrull, e kemi nisur me marsh të katërt. Do ta çojmë deri në marshin e fundit, por marshi i katërt është marshi fitores, numri 4 është numri i shpresës për gjithë shqiptarët. Zoti ju bekoftë ju, punë mbar e na est mbar. Tani do kem kënaqësinë në këtë format siç e kemi, t'ju jap fjalën kandidatëve tanë, të cilët do të bëjnë një prezantim të shkurtër, jo se nuk njihen nga strukturat tona, por edhe për ata që na ndjekin përmes media sociale, sikundër edhe të motivimit të tyre dhe planeve të tyre si kandidat sot dhe si deputet nesër. Ju faleminderit. Faleminderit zoti kryetar, të dashur vëllezër, motra, demokrat e demokrate qendrestare. Ngërmova në kujdesin time dhe vendosa ta zgjidh fillimin e fjalës time duke perifrazuar Konfucin e lashtë, i cili na ka lënë si testament një fjalë të urtë. Dielli që prandon e burrit që bie i mbyllet dera. Kështu mendoj trekan shi i përmundës kur na vë dhe vullën për të mbyllur derën Lulzim Bashës. Ajo nuk ndodhi sepse demokrat qendrestar nga gjithë Shqipëria u bashkuan në projektin ton të ri të koalicionit Euro-Atlantik. Miq të nderuar, ne kemi përballë një tërkëndsh të fuqishëm, por të dëmtuar rënd moralisht dhe politikisht. Ata janë bashkë dhe ne kemi aleancën e vullave, kemi aleancën e kullave. Ne s'kemi as vulla, as kulla. Por kemi një gjë, kullën e shpirtit të pamposhtur të lirisë. Kur s'kan për të nëmposhtur. Kemi një gjë me vete, moralin. Sot, miq, është një ditë e shënuar për shqiptarët e Malitëzi,
sepse kërngritja e madhe e vitit 1990 solli ringritjen e flamurit të Gjergj Kastrioti të Skënderbeut pas 500 vjeç. Udhëhequr nga Dexhën Luli, andej nga Kaxhak edhe zoti Lulxhim Basha. Kur i shkoi Bedri Pasha për të bërë ujdi me Dexhën Lulin, ai tha, nuk jam pastërma me uter në trin. Dhe pasi ai u largua, i tha të birit Kolës, na shko te Krishtia Biro se nuk kemi sonde buk me hëngër. Na duhet një magje mill hua. Pse e perifrazova? Sepse shumë nga kandidatët tanë, nga demokratët, kanë patur oferta nga trekëndshi i Bermudës. Por i falenderoj dhe respekte me joje që janë rreshtuar me ne për të përballur dhëm për dhëm me ta. Dhe sigurisht nga kjo sallë unë do të lëshoj një kushtrim duke perifrazuar Homerin në gjësive shqiptare Gjergj Fishtën. Lësho kushtrimin në tosk e ngeg, mbledh në tokë si kokrat në shek. Vëllezër dhe motra, ne kemi kandidatët më të mirë nga Kuksi, Tropoja, Gjerë në Sarandë, me integritet të lartë, profesional, politik e moral, qendrëstar të pa epur. Le të dalin ballë për ballë si vit atyre me si vit tona. Ata i kanë marrë peng kandidatët e vetë dhe janë bashkë. Si janë bashkë? Po e kapim Kuksin. Zoti Berisha e ka ndihmuar zotin Rama me kandidatin Alban Zeneli. Qenë deputet i Sali Berishës. Njëherë ka në Tropoj, ka marrë votat dhe ka ikë. E njëjta gjë në Shkodër, bashkëpunëtori i Becit është kandidat i zotit Berisha. Ish kryetari i Partisë Socialiste të Durrësit është kandidat i Agron Dukës në listën e Sali Berishës. Roshin e tha shumë bukur kryetari. Berisha kërkon ndihmën e Roshit. E dini historinë e Jastakut? Të Roshit? Dramaturgu Ibsen thot ndërgjegje pasër Jastak i but. Ne demokratët e kemi Jastakun e but, kurse ata kanë Jastakun ngur. Sepse nga momenti presin trokitjen, tak, tak, hape derën se jam spak. Apo, e keni parë dhe historinë e Jon Veliz. Jam mamadhia, hape derën, sepse nuk hapin derën. Ne kemi guxim e kurajo të përballemi me këto. Dhe kemi guxim e kurajo të mbështesim spakun. Sepse sot është një moment dramatik. Përplaset pushteti për ta majtë peng shtetin. Ne duam ta çmëntojmë pushtetin që ka marrë peng shtetin. A ka gjë më kriminale me të turpë se sa të pranojë presidenti i Republikës të pyetet në zyrë? A ka gjë më të tmerrshme se sa kryeministri që të bëjë proces zgjedhor, të hyjë nga mbrapa e të shkojnë nga përpara? A ka gjë më të tmerrshme se sa ministrit i është kontrolluar shtëpia? Kitë fundit, e dini kush është? Mazliku. Në radhë, është Gjiknori, shoku me Gonigalit. E radha është e qatë. 12 janë nga Berisha, e 27-28 janë nga Rama. 30 kryetarë bashkish janë në akuzë. Pra bashkitë e proces janë zonë krimi. Parlamenti zonë krimi. Qeveria zonë krimi. Me që të ndëruar, edhe dy fjalë, sepse keni nevojë të ju japin informacion, i është kthyer formulari i dekriminalizimit i Ilir Metës. Se ka harruar. Qelibashi ka shkelur ligjin. Meta ka shkelur ligjin. Janë në akuzë të dy. Sepse pas skatimit të fatit, i është kthyer ligji, formulari për ta riplotësuar. Se ka harruar Meta, për të shënuar që ka qenë e arrestuar nga Berisha, ka harruar Meta që ka qenë në hetim për pastrim parash. Meta është në hetim për pastrim parash. Edhe këtu dhe në Bukuresht të ndëruar vëllezër dhe motra, po ndërton një lagje të tipit Komune e Parisit në Bukuresht.
E ka denuncimin aty. E pa atë një tjetër, një ballist. Tha me ndaloj policia. Ku ndalojnë? Te Bixhozi. Pse? Sepse Berisha e ka aleancën e pazarit. E tha shumë bukur, zoti Lulzim Basha, kryetari pra ai e bën vetëm aleancë pazari. Dhe I dolin mbrojtje më një herë. E kështu do të duhen orë të tëra për të rreshtuar bëmat e tyre. Ne asgjë s'mund të na ndal pa e çmentuar trekëndshën e Bermudës. Ajo çmentohet duke bërë thirrje që gjithë shqiptarët të votojnë, të marrin pjesë në votime, sepse ata kanë patur hallin të na shmangun ne. Nuk na shmangen dot, politika është akt, ne e kemi bërë aktin. E kemi bërë denoncimin në gjykatën e lartë, rekursin, e kemi bërë denoncimin në gjykatën kushtetuese, por kemi gjetur dhe mënyrë ligjore për të qenë me platformë. Pra ne kemi doktrinë ekonomike, kemi platformë politike, jemi projekt politik dhe do t'ja dalim me besim e me shpresë, me forcë e gjithë demokratëve, me lejen e ndihmën e Zotit, do t'ja dalim që t'i boshtim. Dhe keni për ta parë çfarë rezultati spektakolar kemi. Ka disa sondazhe, që shumë shpejt mund të bëhen publike, që ne tashmë e kemi kaluar 10-shën. Pra numri 4 është mbi 10. Që në fund të fushatës vetëm do të rritemi dhe nuk do të lejojmë zotërit të bëjnë pazare më. Edhe një fjalë të fundit, me lejen e kryetarit, isha në një debat me një nga partitë e reja. Nuk e kisha informacionin, po ma dërgoi kryetari informacionin. Ky zotëria nuk bëhej me ne se ne ishim parti e vjetër. Mirë po, kishte hyrë në listë të mbyllur të lëvizjes bashk, nipi Ortakut, të Tëndullakut, të Edi Ramës. Tani a janë bashk, a janë ndamas. Dhe aty u dorëzuan studie. Pra ne do t'i shpëntojmë me argumente. Dhe ja faleminderit kryetar. Shpresoj e besoj që koalicioni Euroatlantik, koalicion me qytetarin, me SPAK-un, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Shtetet e Bashkuar, Bashkimi Evropian, do t'ja dalë. Shumica e heshtur është me ne. Demokratët e zhgënjur nga rithemelimi janë me ne. Qytetarit janë me ne. Asgjë s'mund të na ndalë, ne pa nënshkruar fitoren. Unë I bëj thirrje kryetarit që të fillojmë të fushat të bëjmë referendum pro SPAK-ut. Ajo është arma kryesore e jona, sigurisht kemi programin ekonomik, programin politik, por e para është diniteti. Diniteti është duke I çmentuar, sepse janë 40 veta që nuk duhet që jenë tani të paktën në Parlamentin e Shqipërisë. Faleminderit, suksese dhe kolegëve, suksese të gjithë demokratëve Euroatlantik, suksese kandidatëve, votoni numrin 4. Pra ja hapim fjalën profesorës Nevina Nika, ta falenderojmë që është bashkangjitur ansamblit ton. Të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri. E fillova me zonja dhe zotëri, sepse kam një përvojë të hidhur me përdorimin e fjalës zonjë, nga një qytetar I shkreti që pretendoi që nuk duhet thoja fjalën zonjë për një personazh. Tashmë në fund ka ardhur dita që jemi të gjithë zonja dhe zotëri. Kështu që parapëlqej t'ju drejtohem kështu. Të themi të vërtetën, unë kam qenë një nënpunëse gjithë jetën time, natyrisht edhe në mësimdhënie. Të qenurit nënpunës e kam konsideruar që në fillim të qenurit një shërbëtor. Ti je shërbëtor është një gjë e bukur, të shërbesh tjetrit. Zakonisht e kemi përdor fjalën shërbëtor për dikë që fshin dhe lan. Jo, shërbëtor është nënpunësi. Nënpunësi nuk është perëndi, nuk është pronar. Është një shërbëtor I shoqërisë. Nisur nga kjo, kemi qenë Kojshi, në arkimi me burgun, dhe kujtoj kur dritarët e burgut të ndërtuar në kohën e pushtimit fashist, ishin të mëdhaja, dhe kur u futën shokët e fundit që kishin mbetur të komandantit atje, dritarët u bën vogla, I zvogluan dritarët. Sot I kanë dhe dritarët e vogla. Por të qenurit afër një institucioni të dënimit, ka qenë megjithmonë një peshë e rëndë për neve, më thënë që punonim aty, sepse shikonim se sa e keqe ishte diktatura dhe sa vuanin ata njerëz atje.
por na bënte edhe të ishim shumë po themi të tulatur ndaj ligjit, zbatimit e ligjit. Zoti kryetare përmendi që unë jam nga 2 familjet kështu e ashtu, por dua të them që gjyshi im ka qenë ministri i drejtësisë. Dhe kur flitej për drejtësinë, edhe pse nuk kam studiuar drejtësi, nuk u futa në atë fakultet, që ishte vetëm 3 vjet kur kam qenë unë në moshën për ta bërë shkollën, ishte fakulteti më i dobët, fakultet që sa po mbaroje do të përfundoje jetues dhe do të rrihe njerëz. Ulurimat e burgut i dëgjonim kur ishim në zyrë. Të punuarit kaq vite me dokumente më na bënte mua dhe gjithë kolegët e mi që të ishim ndaj ligjit shumë korrekt dhe të njihnim në thellësi atë çka ndodhte para 90-s. Do të thotë ju të gjithë ku jeni të moshës që keni qenë të rritur para 90-s, e keni parë, dëgjuar edhe ndjerë në kurriz atë sistem, të cilin fatmirësisht e hoqim qafe, kurse neve që ishim atje dhe e lexonim, dhe kur e lexon është akoma dhe më e rëndë. Por të punuarit në një institucion si drejtoria e arkivave na ndalonte të merreshim me politikë. Kisha edhe dikë si xhandar në shtëpi që nuk më lejonte, që ishte nëna ime, nuk jeton më. E shkreta më thoshte gjithnjë mos u fut sepse të 2 familjet e prindërve të mi kanë pasur goxha humbje. Praktikisht kanë mbetur unë, të gjithë burrat e shtëpisë nuk jetojnë më. Dikush i vrarë, dikush i varur, dikush fatkeqësi familjare që cilat të shënojnë. Pranova kur më thiri kryetarit, i thash prit do mendohem, erdha vërdall, u mendova, sepse të them vërtetën nuk kam bërë pjesë kur në një formacion politik, ndaloj nga puna, por dhe nga familja, dhe të qenurit, po themi, antar partie, ndoshta është një dëshirë, por edhe pa pasur tesën, je dikush që votën e hedh, edhe pse mund të të përgjojnë, kesh patronazhistin. Nuk kam rreshtur, po themi, të jap dhe kënaqësia ju të rinjt, nuk e keni iden kënaqësinë në votimin e parë të vitit 91. Vota është fuqia jonë si qytetar. Është pasuria jonë më në fund. Dhe kur dëgjoj që të rinj, të paktën në zgjedhjet e kaluara, është bërë gjithmonë në këto vitet e fundit, për 20.000 lekë, për një bilet, është e frikshme, do të thotë që ti nuk ke më as një pikë dinjiteti, se dikush që sillet ndaj teje kështu, që ta kërkon në këtë mënyrë votën, tregon që ty nuk të numëron më, ti as kërkushi. Votimin e 91-shit kam shkuar, ta përdor një fjalë si përdor me një tangërllëk, do me thënë sikur çfarë po bëja, që do hidhja atë votën. Sepse përpara shkonim si delet në 6 të mëngjesit, nuk e njihnin kë kishim përfaqësuesin ton. Në një parlament që nga viti 47 dhe deri në 91-shin askush nuk foli. Sot flasin me tepri. Unë dakord jam me juve. Edhe unë jam nga ata që them, jo, kështu nuk flitet në një sallë parlamenti, se është pasqyra një shoqërie e një vendi. Kështu që hezitova, ma mori fjalën, pastaj di thash, më duket se jam për pishman, se do dali fotografia ime. Edhe unë se dal gjithmonë në media, nuk është se nuk kam dal, por kam atë që ti dikujt që ka kontribuar pa zhurmë, kam shërbyer pa zhurmë, në heshtje, dhe kam thënë, merrini, lexojeni, botojeni, shkruani, bëni gjithçka. Vetë kam folur me atë kujdesin që duhet folur, sepse nuk mundet të thuhet gjithçka në publik, jo gjithmonë kuptohet dhe ajo që thua, por të paktën të rinjve, kur jap mësim në universitet, jam munduar t'i tërheq vëmendjen dhe kur shohin telefonin i them, Noizi ka bërë një këngë të re, më thonë, po ti ku e njeh Noizin? Po ç'më kujtoni mua se nuk e njoh Noizin? Do të thënë, e mora shembull Noizin sepse nipi im këndon një këngë të tij, Alesgut, është një këngë dhe detyrohem dhe unë ta ndjek nga mbrapa. Do të thotë që e pranova edhe pse me atë lëkundje e një njeriu që në heshtje ka punuar mbrapa perdes, gjithmonë pa dal
përpara, por e shikoj që në këtë gjendje që ka ardhur vendi është e pafalshme që të mos kemi një lloj angazhimi, të japim, po themi një mbështetje diçkaje që realisht është e duhura. Shpeshherë kur flas me kolegë, me miq, me shokë, shoqet mia, them dëgjoj dikë që thotë, nuk bëhet më ky vend. Dhe unë i them, jo bëhet. Nëse duam dhe nëse dim. Njerëzit janë 2 dë të mëdhaja, 2 dë janë. Të dish dhe të duash. Mund të mos dish, nuk di dhe nuk dua. Atëherë, në qoftë se ti nuk do, nuk mëson kur. Unë do pyes. Kështu që kur i dëgjojmë sot që nuk kanë treguar të vërtetën për shkollimin, ku kanë qenë dhe gjithë ato, tregojnë që ata mfshejnë diçka. Dhe më e keqja është që të pyesësh dikë që di më shumë se ty, tregon që ti ke dëshirë ti bësh një gjë vendit tënd. Unë e kam pasur edhe shansin, kam filluar një punonjëse që ngjisja me etiketa me zamkë, ngjisja te Qenteburgut, që jeni ishte afër dhe ato qente mëdhenj dhe kishim dhe frikë, dhe e përfundova si titullare e institucionit, do të thotë që në punë, duke punuar, e kupton se sa nevojë ka pasur shoqëria shqiptare. Të di, kur takoje të rinj, nuk dinin emrin e stërgjyshit. Ne jemi një popull me një kujtesë të prerë, të dërmuar, të thërmuar, dhe mungesa kujtesës na bën që të kemi nganjëherë dhe një qëndrim jo të duar dhe jo të drejtë. Në të gjithë këtë, një film që i prehen sekuencat dhe kur e ngjit nuk ka asnjë kuptim. Kjo është historia jonë. Ne duhet jo vetëm ta mësojmë. Unë kam me vete këtu, po natyrisht mund ta recitonte dikush i arteve, poezinë e bukur të Fatos Baxhakut. Adheu. Çfarë është adheu? Është rrugica, është gjua, janë dashuritë e para, librat e parë, kur na kanë sharë, më thënë e kemi pas me hak dhe të është aq e bukur ajo poezi, sa që juve nuk mund ta merrni dot me mend. Përmendë Gjergj Fishtën, të kishe në dorë shkrimet e Gjergj Fishtës, ka qenë një mrekulli për neve që punonim atje. Kështu që e gjykova ta pranoj këtë ftesë, the shumë fjalë bukura, jo aq shumë për mua, mos thoni më, sepse më vini dhe në një farë më vini dhe në një farë sikleti, por mendoj që thash nga dyja familjet e kam, gjyshi tjetër i imi nga nëna ka qenë gazetar, folën për mediat. Të lexosh shkrimet e gazetarëve të viteve 30 me ato që sot kemi në ekranet tona, në radio apo në gazeta, realisht vjen turp. Unë do t'i përmend vetëm një gjë, të papërgjegjshmit, një artikull i shkruar për intelektual që kanë mbaruar shkollat jashtë dhe janë vetëm në kafene që flasin dhe nuk marrin mundimin të transmetojnë apo të bëjnë diçka. Në këto kushte mendova unë të mos bëhem e papërgjegjshme, të ri në shtëpi ose të merrem me gjëra tjera, po të mundohem të sjellim një lloj mënyre tjetër të artikuluarit, të folurit, sepse njerëzit kanë nevojë për një lloj qetësie. Boll me egërsi, boll me një kundërshti të pakuptim, por është një interes shumë i madh, unë nuk zgjatem se unë i di shumë mirë, por që neve duhet ta lëmë janë, vetëm një gjë e mirë dhe mirësia për këtë vend, në fundit janë prindur, besoj këtu ka prindër që nuk i kanë fëmijët këtu. Unë jam e fat që i kam të 2 fëmijët e mi këtu, por është një dhimbje pa fund. Largimi, ikja dhe mendimi që mbase nuk do shihemi më ishte përpara, sot shiheni, fatmirësisht keni mundësi të lëvizni dhe kur flitet për një pasaportë europiane ne tashmë e kemi, se lëvizjen e lirë e kemi, kështu që nuk është se na thonë një gjë të madhe. Nuk është në gjë e madhe, lëvizim lirshëm dhe në ato pak gjëra të bukura që janë arritur ne nuk duhet i zhbëjmë, sepse me këtë si po veprohet gjykojmë që edhe mund të shkojmë në zhbërje. Unë ju falenderoj dhe një herë, fakti që kemi ardhur nuk e vënë në dyshim qëndresën, sepse e kam shtëpinë afër ku ishte ndërtesa juaj edhe e kam parë atë çfarë ndodhi
realisht, jo në televizor, është, më thënë, nuk ka fjalë që përshkruhet, por është fjala e të motshmëve. Kush ta nxori syrin kaq thellë, vllai. Ne që jem të pushtuar nga vllai për 45 vjet, nuk duhet më ta përsërisim këtë gjë. Ju falenderit. Falenderit. Të nderuar demokrat, ose më mirë të korrigjohem, të nderuar bashkëluftëtar euroatlantik. E theksoj bashkëluftëtar sepse përballë kemi dy bari. Bariun e vjetër dhe bariun e ri. Bariu vjetër s'është i Zoti të ruaj delet, kurse i dyti i riu është i mirë vetëm i vjedh delet. Këtë e ka treguar mësmiri i kryetari më të thirrën e famshme 77-313 se faktet flasin vetë. Unë erdha direkt nga terreni, ndjes për vonesën. Sepse shfrytëzova ditën e diel që ishte rasti më voliçëm për të takuar ato që nuk e takoja dot gjatë javës. Zona jonë është e majt. Super e majt, bëhet fjalë për pezën heroike. Por ka një port të madhe. Janë rritur çunat dhe gocat të reja që do sjellin një ndryshim në zonën tonë. Dhe këtë e shikoj dhe e them me bindje. Dhe për të rritur pak optimizmin me takimet që kam, si fshetas edhe faqet hapur, faqet gjithë, shikoj që do kemi një rezultat shumë të mirë. Atëre, bariu plak do dalë forca 3. Po mundohemi që atë hajdutin ta nxjerrim forcë 2. Unë në 91-shin kam emigruar në Itali. Bashkë me dy vëllezërit e mi kemi punuar me djersën e ballet dhe ishte mirë, por është i llafi vjetër që guri i rënë në vendin e vet. Siç ishte vështirë të iknim në 91-shin me Aniem Lora, po aq e vështirë ishte në 2004 kthimin atë. Ku shikoja flamurin tim në rrugë të Romës, më dridhej zemra, më dridheshin gjunjët, sepse doja vendin tim. Erdhëm. Dhe në moment që erdha vendosa të merrem me politikë, sepse po shikoja që përfaqësimi i vendit tim nuk ishte në nivelin e duhur. U fusin në politikë persona që nuk ishin një palpuc, nuk ishin pal pantallona, por sot i shikojmë me makina të bukura dhe me vila të bukura. Po ashtu në Tiranë, po ashtu në gjithë Shqipërinë. Si nga krahu majt edhe nga krahu djathtë. 34 vjet e kanë vjedhur këtë popull, e kanë vjedhur këtë vend. Kudo që shkojmë në Europë, mas 5 vjetës shohim një ndryshim, sepse atje qeveria punon për vendin e vet. Ky është një realitet i hidhur, por fatkeqësisht është e vërtetë. Shikojmë xhiro që bëhen presione, bilës edhe oferta, mua më kanë bërë ofertë, ja themi publikisht, kanë bërë ofertë më u bë drejtor, këto të kuq. Po ju e zgjidha me dy fjalë. Mos keni marrë vesh që unë kam kërkuar të kërkoj bukë. Unë jam afruar në politikë për të bërë ndryshim, për të bërë një përfaqësim sa më dinjitos për vendin ku jetoj, që të kontriboj që fëmijët tanë fatkeqësisht edhe kanë mendjen me hik, që fëmijët tanë mos të kenë mendjen të ikën, të kontribojnë që të ndërtojnë vendin tonë, që italianët kur të vinë këtu të gjenë shërbimin e duhur. Kryetari tha që në evenimente tilla unë flas pak, është e vërtetë. Por kur ulem me njerëz poshtë, nuk më mbyllet goja e kryetar. Të shtoj gjëra tjera ju i thatë shumë bukur. Realiteti është ky që po jetojmë sot. Do të luftojmë natë e ditë që demokratët euroatlantik të përfaqësohen denjësisht dhe me një numër sa më të madh deputetësh.
Po a mbyll më kaq se kam të më shtuti. Atëherë, faleminderit kryetari Basha, faleminderit e nderuara Nevila Nika, faleminderit e nderuara Zganakle, faleminderit e nderuar Saimi Liga. Nuk do zgjatëm vetëm se Nevila kur foli për rëndësinë e votës, më nxorin nga folderat e memorjes, një thënie të presidentit të 16 të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Abraham Lincoln, i cili ka thënë: me një plumb të nxjerr gabim nga arma vret një person. Me një vot të hedhur gabim në kutinë e votimit vret të ardhmen e fëmijëve tuaj. Ndaj do ju lutesha që me 11 maj vota për koalicionin Euroatlantik, vota për numrin 4, vota për Lulzim Bashën dhe kandidatët e tij. Dhe një herë vlerësim, mirënjohje dhe falënderim parmas për prezencën e gjithë secilit për jush në këtë sallë.